Ju përshëndes dhe mirë se vini, këto janë lajmet e orës 16, njihemi tani me titullat kryesor të ditës. Mira protestues në sheshe dhe rrugë kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama tubimi 26 sot në orën 19. Gazeta Washington Post shkruan për protestën. Të rinjt shqiptare sfidojnë kryeministri Rama nuk i ndalon dot protestat. 26 ditë proteste, eurodeputetja gjermane Jutta Paulus paralajmëron pjesëmarrjen e saj në 28 qershor. Partia Socialiste refuzon kërkesën e Partisë Demokratike për debatin mbi kërkesat e protestuesve për plasje Balla Bardhi në konferencën e kryetarëve. Sërish skandal në Akademinë e Sigurisë, 60 studentë helmohen nga ushqimi që siguron kompania Soriale. 2 tërmete shkatrimtare në Venezuelë, 164 të vdekur dhe qindra të plagosur, bilanci pritet të rritet. Shojmë tani më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Mira qytetarë u bashkuan protestës përpara kryeministrisë mbrëmë në ditën e 25 të revoltës popullore. Në fjalimet e tyre ata kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Rama, një kontratë të re sociale dhe një Shqipëri të re. Pas mbylljes së tubimit përpara kryeministrisë, masa kilometrike e protestuesve ka marshuar në rrugët e kryeqytetit. Ata kanë paralajmëruar një tjetër protestë për në orën 19 të ditës së sotme. Mira qytetarë u mblodhën në protestën e 25 të radhazi, duke kërkuar dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit Rama dhe largimin e qeverisë së tij. Ndërsa mobilizimi masiv qytetar vijon prej më shumë se 3 javësh, këtë të mërkur qytetarët sfiduan edhe rreshtet e vrullshme të shiut që shoqëruan orët e protestës. A i dëgjoni vetëtimat. Kështu është ti në vesh të Ramës, do fjalë që thuhet këtë qesh. Nga bulevardi dëshmorët e kombit ata përsëritën kërkesat e tyre që nisin nga dorëheqja e Ramës e vijojnë me ndryshime ligjore e kushtetuese që garantojnë zgjedhje të lira brenda partive politike dhe në rang kombëtar. Ju përshëndes të gjithëve, nuk ka shi, preshër, furtun që e ndalë vullnetin e popullit për të rëzuar këtë qeveri të shitur. Edi Rama e ka arru detyrën e vetë si kryeministër, ka dhe ata lakejt e vetë si ta ulan balla me shok që dalin dhe linqojnë njerëzit e protestës, linqojnë popullin dhe shkojnë dhe në ofendim dhe shaj. Nga bulevardi dëshmorët e kombit ata përsëritën kërkesat e tyre që nisin nga dorëheqja e Ramës e vijojnë me ndryshime ligjore e kushtetuese që garantojnë zgjedhje të lira brenda partive politike dhe në rang kombëtar. Dorëheqje e panegociueshme e kryeministrit dhe e gjithë qeverisë. Krijim i një qeverie teknike tranzitore me një mandat 12 mujor. Ndryshime kushtetuese, ndryshime në kodin zgjedhor, ndryshimin e ligjit për partitë politike, për demokratizimin e detyruar të tyre të brendshëm, kufizimin e ushtrimit të mandatit të kryeministrit në maksimumi 2 mandate. Dorëheqje, dorëheqje, dorëheqje. Në fjalimet e mbajtura kërkua sërish një kontratë e re sociale dhe një Shqipëri e re, ndërsa u numëruan problematikat me të cilat përballen shqiptarët. Nuk e ndalin as presionet për vendin e punës, as presionet për pensionin e ndihmën ekonomike. Ta jetohet në Shqipëri si që jetojnë shqiptarët. A jetohet me një kryeministër autokrat që vendos për gjithë ne. Ju marrin edhe malin edhe det. Sa po smuresh, duhet hapësh GoFundMe ose të marrësh borxh, se spital nuk ka ilaçe. Me pankarta çdo gjë ndryshon përveç tyre, nuk kemi asgjë të përbashkët. 35 vjet dallavere, qytetarët kërkuan largimin e kastës politike, duke kujtuar se në 36 vite SBA ka ndërruar disa president, ndërsa këtu në pushtet janë të njëjtët njerëz. Në këto 36 vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ndronja 6 presidenta.
Në Vatikan është në rrugë Papa ja 3 herë, vetëm Shqipëri 36 vjetë qëndrojnë karrigen Sali Berisha me Edi Rama. Një soprano shqiptare ardhur nga Franca ku jeton kritikoi ashpër Ramon për degradimin e posuar dhe regresin në mendime sjellje, ndërsa solli në vëmendje bisedat në Akademinë e Arteve. Edi Rama, kemi qenë në Akademi bashkë, ti që flisë dikur, më kongresë se Lenka Çuku, je përfunduar, më kejtë e koktume të Lenka Çuku. Protesta masive që ka bashkuar shqiptarët përtej dallimeve politike me rrjet nga brezi të rinjve që përbëjnë shpirtin e revoltës dhe njëherësh injorojnë platformat tradicionale të propagandës. Ata kënduan në shi refrenin që kanë kthyer në himn pasi e krahasuan Ramën me tiranët e Afrikës. Rama jepe dorëheqje. Ndërsa rishët e shiut vijuan me çadra dhe flamuj, qytetarët lajmëruan se të shtunën protesta do të jetë kombëtare. Shqipëria e re duhet jetë mbi gjitha Shqipëri e lirë, ndaj Shqipëri e lirë. Ditën e shtunë të marrin shokun, shoqen, vllajën, motrën, babën, nonën, gjithë Tiranë. Sheshi ju thret, Shqipëria ju thret, duhet jemi gjithë bashkë që të arcojmë të maskara. Pavarësisht kushteve atmosferike me thirrje të revolucion, Rama në burg, Berisha në burg, qytetarët vijuan marshimin në kryeqytet duke kaluar para bashkisë dhe bllokut të ministrive. Gazeta e njohur amerikane Washington Post i ka kushtuar një artikull protestave në Tiranë, duke theksuar se për herë të parë të rinjt shqiptar po sfidojnë kryeministrin Rama dhe pavarësisht përpjekjeve të tij për t'i tallur, ai nuk ja ka dalë dot. Në një artikull gazeta amerikane Washington Post shkruan se për herë të parë kryeministri i Shqipërisë po sfidohet nga Gjenerata Z. Kryeministri Socialist i Shqipërisë Edi Rama, i cili po përballet me një lëvizje proteste kundër qeverisjes së tij, që ka tërhequr vëmendje globale kryesisht sepse përfshin interesa biznesit të familjes Trump, është ndoshta lideri më i orientuar nga estetika dhe më i ndërgjegjshëm për imazhin në botë, shkruan gazeta. Prandaj, duket krejtë e përshtatshme që sfida më e madhe ndaj 13 viteve të tij në pushtet të ketë ardhur nga protestues të zgjuar dhe të sigurt të Gjeneratës Z, të cilët, duke përdorur meme të krijuara dhe të përpunuara nga inteligjenca artificiale si armë estetike, kanë arritur të neutralizojnë talentet e shumta të kryeministrit, vijon artikulli. Sipas gazetës, të rinjt shqiptar kanë qenë më pak të impresionuar nga politikani i kthyer nga piktor në lider shteti, por pakënaqësia e tyre është shfaqur më shumë në statistikat e emigrimit sesa në protestat në rrugë. Deri tani, ashtu si pranvera arabe u nxit nga një video virale e një shitësi ambulant tunizian që i vuri flakën vetes, një incident i vetëm bëri që frustrimet e akumuluara prej kohësh të rinjve shqiptar të shpërthenin. Ndërsa sjell në vëmendje protestat dhe rastin e incidentit në Zvërnec, gazeta shkruan se këto protesta shpejt u zhvendosën në kryeqytet, ku prej 4 javësh demonstratat zhvillohen çdo ditë. Protestat janë njëkohësisht zemërim, duke kërkuar rrëzimin e të gjithë establishmentit politik. Ashtu si në shumë kryengritje të tjera të Gjeneratës Z, solidariteti politik është përhapur përmes humorit dhe memeve. Një brez shqiptarësh që deri tani kishte qëndruar i heshtur, po përjeton një ndjenjë të re dinjiteti dhe fuqizimi politik, vijon prestigjozja amerikane. Gazeta shkruan gjithashtu se korrupsioni i përhapur në qeverinë e Ramës është bërë gjithashtu i papërballueshëm për qytetarët. Refuzimi i tij i fundit për të hequr imunitetin parlamentar të ish zëvendës kryeministres së tij, e cila përballet me një akt akuz, po krijon një pengesë serioze në rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ai shihet gjithashtu si një kërcënim më i gjerë ndaj reformave për shtetin e së drejtës, të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat Rama deri vonë i kishte përqafuar si të vetat. Washington Post shkruan se përpjekjet e Ramës për të tallur protestuesit si influencues të shkëputur nga realiteti kanë dështuar, duke shtuar se një brez i ri po mëson si ta shndroj pakënaqësinë publike në forcë elektorale. Dhe për herë të parë në karrierën e tij të gjatë, Rama duket se nuk është në gjendje të ketë fjalën e fundit, dhe kjo mund t'i kushtojë më shumë.
përfundon artikulli. Protestat të cilat kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë së tij kanë hyrë në ditën e 26, ndërsa zhvillimet e fundit po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen ndërkombëtare. Një nga zërat që ka shprehur mbështetje publike është eurodeputete gjermane Jutta Paulus. Ajo ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se planifikon të marrë pjesë në protestën e 28 qershorit në Tiranë. Vjosa në arta është shumë më tepër se sa thjesht një deltë bregdetare. Çështja është nëse natyra mbrohet apo detyrohet lër vendin i interesave afat shkurtra të fitimit të miliarderëve. Dhe çështja është nëse rregullat demokratike dhe standardet mjedisore zbatohen edhe kur ato nuk përputhen me një model biznesi. Njerëzit po mbrojnë jo vetëm natyrën, por edhe demokracinë dhe sundimin e ligjit, dhe po e bëjnë këtë me një guxim dhe vendosmëri mbreslënse, shkruan midis të tjerash ajo. Grupi politik Partia Demokratike Europiane ka reaguar sërish për protestën e cila përmbahet prej 25 ditësh në Tiranë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, grupi PDE thekson se protestuesit kanë lëshuar slogane kundër qeverisë Rama dhe opozitës, ndërsa shtoi se Shqipëria meriton një rinovim demokratik. Natën e kaluar në Tiranë, dita e 25 e protestës dërgoi një mesazh që asnjë parti politike nuk mund ta injorojë. Sloganet u drejtuan kundër Edi Ramës dhe qeverisë së tij, por edhe ndaj një opozite që shumë qytetarë nuk e shohin më si alternativë. Kjo është më e madhe se një lider i vetëm, është një refuzim i një kuadri politik dhe që nuk ka arritur të sjellë mirëqenie, transparencë dhe besim. Shqipëria meriton një rinovim demokratik, jo një tjetër marrëveshje të mbyllur mes elitave të lodhura. Rrugët po kërkojnë që të kalohet përpara, thuhet në reagim. Socialistët refuzuan kërkesën e Partisë Demokratike për një debat parlamentar mbi protestat që prej javësh përmbahen kundër qeverisë dhe mbi kërkesat e protestuesve. Vendimi është shoqëruar me përplasje të forta mes Tauland Ballës dhe Gazmend Bardhit, të cilët kanë shkëmbyer akuza për përfaqësimin e protestuesve dhe përfshirjen e veteranëve të UÇK-s në protesta. Majoranca socialiste ka rrëzuar kërkesën e demokratëve për një debat parlamentar mbi kërkesat e 10 mijëra qytetarëve që prej pothuajse një muaji janë në revoltë të përditshme kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, e cila u shoqërua me debate, socialistët argumentuan se Partia Demokratike nuk përfaqëson protestuesit. Ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Refuzimi socialistëve sipas Gazmend Bardhit është tregues i pozicionit që kanë në parlament. Mirpo Tauland Balla dhe Edi Rama është mësuar që në kuvend bëjnë vetëm zëdhënësin e interesave të grupeve kriminale. Kur gjatë këtyre 14 viteve, në një ditë të vetme, nuk janë përpjekur të bëjnë zëdhënësin apo përcjellsin, adresusin e shqetësimeve të qytetarëve. Balla sfidoi opozitën që në vend të debatit të kërkojnë mocion mosbesimi për qeverinë. Instrumentin e keni, kushtetutën e keni, mblidheni 28 firma, vini dhe kandidati, po keni kroqe edhe një pjesë tjetër, edhe hajde ta marrim shërtim. Aksionet e grupit parlamentar në kuvendin e Shqipërisë nuk i sugjeron Tauland Balla. Vetmja gjë që sugjeron Tauland Balla është miratoj një ligj për t'i dhënë favore Artur Sheut dhe grupeve kriminale në vend. Përballë presionit të fortë të protestuesve, kreu grupit socialist pohoi se do të bashkëpunojë me ta, por me disa kushte, ndërkohë që refuzoi kërkesat për kufizim të mandateve dhe ndryshim të kushtetutës. Ku çdo protestues, çdo qytetari shqiptar që do të përfaqësohet përmes një formacioni politik, një parti politike, dhe ajo parti politike do të ketë vende në parlament, do të bashkëpunojë edhe me ta, me kushtin që të mbështesin procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të jenë të distancuar nga Irani, Rusia dhe aktorë tjerë jo miqësor me Shqipërinë. Balla dhe Bardhi shkëmbyen replika edhe sa i takon përfshirjes së ish luftëtarëve të UÇK-s në protesta. Balla tha se duhet pritur qëndrimi i ushqyqatës së veteranëve të UÇK-s, ndërkohë që Bardhi apeloi që veteranët e UÇK-s të mos keqpërdoren nga Tauland Balla dhe Edi Rama.
Kryetari I grupit parlamentar Tedi Blushi ka deklaruar se kryeministri Edi Rama nuk mund t'i shmanget detyrimit për të dhënë llogari në parlament. Në prononcimin për mediat, Blushi tha se socialistët kanë vendosur të mbyten bashkë me Edi Ramën. Unë e kuptoj pafuqinë e tij, mungesën e burisë për të përballur në shesh me shqiptarët, por Edi Rama nuk mund t'i shmanget dot detyrimit kushtetues për të dhënë llogari para kuvendit. Është ironik fakti që Parlamenti Evropian diskuton për kërkesat e protestuesve në Tiranë dhe Kuvendi I Shqipërisë në Tiranë refuzon. U gjendëm përballë me pengje të Edi Ramës, cilët nuk kanë as guximin e ish kolegës së tyre, Mariana Koçeku, për të distancuar nga një band, por kanë vendosur të mbyten së bashku me Edi Ramën në varkën që po mbytet. Dhe që do të mbytet në këmbët e sovranit. Iqbal Huduti ka reaguar publikisht pas vendimit të autoriteteve shqiptare për të shpallur person të padëshiruar në Shqipëri me argumentin se prania e saj përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Përmes një mesazhi drejtuar drejt për drejt kryeministrit Edi Rama, Huduti ka sqaruar pozicionin e saj duke deklaruar se përfshirja e saj në tubime ka ardhur si pasojë e padrejtësive që po prek popullin. Ajo ka nënvizuar se kauza e saj lidhet me mbrojtjen e interesit publik dhe se çdo qytetar gëzon të drejtën legjitime për të ngritur zërin. Unë jam shqiptare dhe ndihem përgjegjëse për fatin e kombit tim. Nuk mund të flej qetë kur shoh probleme që prekin shoqërinë tonë. Besoj se njeriu vlen aq sa shqetësohet për hallet e të tjerëve dhe aq sa përpiqet të kontribuojë për të mirën e përbashkët, është shprehur ndër të tjera Huduti në reagimin e saj. Mirë, shkojmë në publicitet, ne kthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi me lajmet. 60 kursantë Akademisë së Sigurisë dyshohet të jenë helmuar sërish brenda pak muajsh nga ushqimi catering I kompanisë Soria L, ndërsa janë dërguar në repartin infektiv të QSUT-s për të marrë një trajtim mjekësor. Institucionet përkatëse ka nisur hetimet duke marrë mostrat nga ushqimi konsumuar mbrëmjen e së mërkurës, ndërsa sipas kompanisë Sori Pikal, në akademi nuk ka kushte higjieno-sanitare dhe futet ushqimi pa kontrolluar nga jashtë. 60 studentë të Akademisë së Sigurisë në SAUK dyshohet të jenë helmuar sërish nga ushqimi I siguruar me catering nga kompania Sori Al, rasti përsëritur brenda 2 muajsh. Mbrëmjen e së mërkurës, 31 kursant shfaqën simptoma si temperaturë dhe diare dhe u dërguan për ndihmë mjekësore në repartin infektiv të QSUT-s, ndërsa 29 kursant të tjerë mëngjesin e kësaj të njëjte u paraqitën po me të njëjtat shenja, fillimisht në qendrën shëndetësore të Akademisë së Sigurisë dhe më pas u dërguan në urgjencën e QSUT-s. Autoritetet shëndetësore dhe AKU kanë sekuestruar tashmë monstrat e ushqimit dhe po presin rezultatet e analizave për të përcaktuar shkakun e helmimit të studentëve. Darka e konsumuar në Akademinë e Sigurisë mbrëmjen e së mërkurës përfshinte ushqime të ndryshme si pilav, makarona, fasule, sallam, salcice, kos, qumësh dhe bukë, të cilat aktualisht janë në verifikim për sigurinë ushqimore. Ndërkohë në reagimin e kompanisë Orial, thuhet se në ambientet e akademisë futen ushqime të pak kontrolluara nga jashtë dhe se ushqimi aty konsumohet në kushte ku mungojnë disa elemente bazë të kushteve higjieno-sanitare, si uji I ngrohtë apo detergjenti për larjen e duarve para ngrënies. Studentët janë helmuar 2 herë brenda pak muajsh, ndërsa policia dhe AMP kanë nisur hetimet. Herën e parë në fillim të muajit maj, u helmuan 52 studentë që kishin konsumuar ushqimin e ardhur nga cateringu I të njëjtës kompani Sori Al. Nga mostrat e marra për analizë, rezultoi se makaronat ishin të kontaminuara me bakteret Escherichia coli dhe Staphylococcus. AKU fillimisht bllokoi aktivitetin e kësaj kompanie, si dhe e gjobiti me 1.5 milion lek për ushqim të pasigurt dhe kushtet të papërshtatshme higjieno-sanitare. Por pak ditë më vonë, AKU njoftoi se zhbllokoi aktivitetin e kompanisë, pasi analizat e mostrave për higjienën ambientale dhe të pajisjeve të punës brenda ambienteve të kuzhinës së Akademisë së Sigurisë rezultuan brenda normave të lejuara për treguesit e higjienës, pasi ambientet ishin desinfektuar.
Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale ka gjobitur me 35 milion lek kompaninë e ndërtimit Agicons. Masa administrative është marrë pas konstatimeve të njësër shkeljesh në përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe shkelje që lidhen me sigurinë e të dhënave dhe marrëdhëniet me subjektet përpunuese. Kompania e ndërtimit Agicons është gjobitur me mbi 35 milion lek nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Vendimi u mor pasi u konstatuan njësër shkeljesh në përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Vendimi sankcionon gjo për 24 milion lekash, pasi janë konstatuar shkelje të parimeve të përpunimit të të dhënave personale dhe mungesën e pëlqimit të subjekteve, ndërsa gjoba 11.11 milion lekash u vendos për shkelje që lidhen me dokumentimin e proceseve, sigurinë e të dhënave dhe marrëdhëniet me subjektet përpunuese. Kompania e ndërtimit Agicons administrohet nga Alban Çinari, ndërkohë që pronar përfitues rezulton biznesmeni Gentian Sula, i cili zotëron indirekt 100% të kapitalit të kompanisë përmes shoqërisë MAM UK Development Holding Limited. Në vendimin e komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, thuhet se nga verifikimet e kryera, rezulton se kompania Agicons nuk ka hartuar dhe miratuar planet të dokumentuara për menaxhimin e riskut, përfshirë identifikimin, analizimin dhe vlerësimin e rreziqeve që lidhen me përpunimin dhe dhënave personale, si dhe nuk ka përcaktuar teknikat dhe mekanizmat përkatës të menaxhimit dhe monitorimit të performancës së masave të sigurisë në kundërshtim me detyrimin për të garantuar një nivel sigurie të përshtatshëm sipas parimit të llogaridhënies. Po ashtu, kompania e ndërtimit nuk ka hartuar planin e politikave të vazhdueshmërisë së biznesit, dokumente këto që duhet të përmbanin politikat dhe objektivat që sigurojnë vijshmërinë e punës. Nga verifikimet konstatohet se Agicons nuk ka të specifikuar apo dokumentuar kohën maksimale në të cilën shërbimet dhe sistemet mund të jenë funksionale, si dhe nuk janë planifikuar masa që në rast dështimi të një apo disa pajisjeve të mos ndikohet në funksionimin e sistemeve dhe shërbimeve të ofruara. Gjithashtu nuk janë kryer auditime të brendshme me qëllim garantimin e mirë funksionimit të këtyre teknikave për menaxhimin e riskut. Në argumentimin e vendimit thuhet se gjithashtu konstatohet se masat e ndërmarra në drejtim të backupit janë të pamjaftueshme dhe nuk japin sigurinë në mbështetjen e planit të vazhdueshmërisë së biznesit dhe planit të rimëkëmbjes nga katastrofa, në kundërshtim me masat e sigurisë së informacionit. Ish drejtori i policisë së Shkodrës, Gentian Berberi, është pezulluar nga detyra dhe ndaj tij ka nisur një hetim disiplinor. Pak ditë më parë Berberi është kërkuar nga posti i drejtorit të policisë së Shkodrës për shkak të performancës së dobët, pas evidentimit dhe azësimit të disa parcelave me kanabis në territorin e Qarkut. Pas largimit nga detyra ishte emëruar në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit në sektorin e analizës. Sipas burimeve këtë të njëjtë, Berberi është paraqitur në zyrën e drejtoreshës së burimeve njerëzore, ku dyshohet se ka përdorur fjalor fyes dhe ka kërcënuar zyrtaren për shkak të uljes së tij në detyrë. Pas incidentit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka vendosur pezullimin e menjëhershëm të Berberit nga detyra, ndërsa drejtoria e standardeve profesionale ka nisur procedurat e hetimit disiplinor ndaj tij për sjelljen të pretenduar. Ndërkohë, Drejtoresha e burimeve njerëzore ka depozituar një kallëzim penal pranë AMP-s, duke akuzuar Berberin për ofendime dhe kërcënime të ushtruara ndaj saj gjatë ushtrimit të detyrës. Rasti është në verifikim nga AMP, ndërsa pritet zbardhja e plotë e rrethanave të ngjarjes. Një ditë pas vrasjes së një 74 vjeçari nga vllai i tij, detajet e reja kanë dalë në dritë. Shkak për ngjarjen e rëndë dyshohet jetë bërë konfliktet e vazhdueshme për një pronë, ndërsa autori i dyshuar, Muharrem Rashka, është shoqëruar nga policia pas ngjarjes. Pretendimet për pronësin e një trualli dyshohet se u bën shkak për vrasjen e një 74 vjeçari nga i vëllai në Agonas të Kavajës. Krimi brenda familjes ndodhi mbrëmjen e 24 qershorit, teksa Muharrem Rashka ishte në tokën e tij duke mbledhur bazë ushqimore për blegtorin dhe i vëllai, Muharrem Rashka, tentoi ta pengonte kur po kalonte në rrugë mezetor. Situata u shoqërua me debate të forta mes tyre, duke degraduar deri në përleshje fizike, ku 76 vjeçari Muharrem Rashka nxorri thikën duke e goditur të vëllain 3 herë në pjesë të ndryshme të trupit. Menjëherë pas ngjarjes, 74 vjeçari Muharrem Rashka u transportua me
në urgjencë drejt spitalit, por nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra dhe ndërroi jetë. Autori dyshuar i vrasjes Muharrem Rashka u shoqërua në komisariat nga shërbimet e policisë, ku burime për News 24 bëjnë të ditur se ka shprehur pendes. Megjithatë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë Durrës ka vijuar hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të vëllavrasjes dhe dokumentimin ligjor të rastit. Tre persona u plagosën me thik në Sukt të Durrësit, ndërta babai me të birin. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës, kur 32 vjeçari Dorian Loka dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta ka plagosur me thik 60 vjeçarin Xheladin Lusha, djalin e tij Besmir Lusha, 34 vjeç, si dhe 28 vjeçarin Florence Toska. Tre të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitalin e Durrësit, ku po marrin ndihmën mjekësore, ndërsa autori i dyshuar Dorian Loka është shoqëruar nga policia. Po ashtu Blut e Durrësit bëjnë me dije se u sekuestrua edhe thika me të cilën dyshohet se është kryer krimi, ndërsa hetimet për zbardhjen e ngjarjes vijojnë ende. Pas restaurimit banjat e Bënjës në Përmet po hasin probleme me nivelin e ujit në disa vaska në një moment kur zona hyn në periudhën e fluksit më të lartë turistik. Shqetësimet janë bërë më të dukshme me afrimin e sezonit veror, ku rënja e prurjeve natyrore ndikon drejt për drejt në furnizimin me ujë të vaskave termale. Raportimet të ditëve të fundit flasin për vështirësi në mbajtjen e nivelit të ujit, ndërsa në një prej vaskave më të frekuentuara, problemi është më i rëndë. Sipas informacioneve, një tjetër faktor që ka ndikuar në këtë situatë është edhe lartësia e murit rrethues të vaskave i realizuar pas restaurimit. Projekti i rikualifikimit është financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe është zbatuar nga kompania Fusha SHPK e biznesmenit Shkëlqim Fusha. Struktura e një subjekti privat që operonte në mënyrë të palishme në zonën e Krujës për shuarin e gëlqeres është prishur nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Sikur shihet edhe përmes pamjeve, nga aktiviteti i këtij subjekti janë shkaktuar dëmet konsiderueshme në mjedis. IKMT-ja bën të ditur se në verifikimet e kryera, veç të tjerash në këto gropa në pyllin e Pisragës, digjeshin gomat përdorura, plastik dhe mbetje vajrash, duke e çliruar tym dhe substancat të rrezikshme që ndotnin ajrin, tokën dhe ujrat përreth, si dhe e përbënin rrezik për shëndetin e banorëve. Eci mëtej pasi News 24 transmetoi denoncimin e fermerëve të Fushë Tërbufit se kolonitë e karkalecave po dëmtonin kulturat bujqësore, Ministria e Bujqësisë dhe institucionet vartëse të saj ka nisur spërkatjen e tokave për të eliminuar dëmtuesin. Sipas fermerëve, ky fenomen përsëritet prej 5 vitesh, ku këtë vit janë prekur 600 hektar tokë. Pak ditë pasi fermerët e Fushës së Tërbufit denoncuan në News 24 se koloni të tëra karkalecash po dëmtonin prodhimet bujqësore, Ministria e Bujqësisë, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Mbrojtjes së Bimëve Vlorë dhe institucioneve vartëse, kanë evidentuar problematikën në terren, ku ka nisur marrjen e masave. Parcela të tëra të mbjella me jonxh dhe shalqi po spërkaten me preparate kimike për të eliminuar dëmtuesin, kurse drejtori i Bujqësisë në Bashkinë Divjak, Dimitër Kurti, shprehet se puna është në një hapësirë të gjerë, duke përjashtuar fermerët nga kostot. Po kryejmë spërkatëre për eliminimin e karkalecit. Aktualisht na ka dëmtuar pak sipërfaqe të mbjella me jonxh, por po kryejmë trajtime që të mbrojnë pjesën tjetër të mbjellë me shalqi, misër, lule dielli. Gjithashtu që të reduktojmë sa më shumë sasinë e tij për të pasur sa më pak probleme vitin tjetër. Kjo nuk është hera e parë që fermerët e 6 fshatrave përballen me dëmtimin e kulturave bujqësore nga kolonitë e karkalecave, duke u shprehur se situata përsëritet prej 5 vitesh. Këtë vit janë prekur nga ky fenomen rreth 600 hektar tokë të mbjella me kultura të ndryshme. Miraton shalqin kanë mbetur stok në Divjak pasi çmimi i tyre në treg sipas fermerëve ka rënë ndjeshëm, ndërsa pikat e grumbullimit po tërheqin sasi të kufizuara. Fermerët shprehen të shqetësuar se kompanitë eksportuese të rajonit kanë gjetur tregje jashtë Shqipërisë, ku edhe çmimi është më i ulët se sa në Divjak.
Rreth 850 hektar me shalqi të kultivuar në Divjak rrezikojnë të mos shiten, pasi fermerët po përballen me mungesë tregu dhe çmime të ulta. Fermerët thonë se prej disa ditësh nuk po arrin të shesin as 1 kilogram, ndërsa shtojnë se tregu me shumicë është i tejmbushur dhe çmimi i shitjes ka rënë në 70 deri në 100 lekë të vjetra për kilogram, duke mos mbuluar kostot e prodhimit. Sipas fermerëve, situata është më alarmante për prodhimin që është nëpër fusha, pasi për shkak të temperaturave të larta po kalon në pjekje dhe nuk vlen më për treg. Ndërkohë pikat e grumbullimit po tërheqin sasi të kufizuara, ndërsa disa prej tyre kanë ndërprer aktivitetin. Ditën e tretë e dalë tuari. Ditën e tretë, edhe ja sharqiri lartë është. Çmimi shumë mirë vara ku të shkojmë me 100 lekë, me 90 lekë, me 80 lekë. Po si do veprove, do ta kap sharqinë dhe ta hes kanal. Unë për vete kam ditën e dytë sot se kam shitur. Jemi maruar, me thonë drejtën. 650 lekë i shpitani. Pa shërbime të gjitha. Ne, asë një kohë lego, dhe me humi me 100 lekë. Gjithë pikat përmajnë nga pak, jo se përmajnë shumë. Ska, ka vajtë zero. Sipas fermerëve, kompanitë eksportuese të rajonit dhe më gjerë kanë gjetur tregje jashtë Shqipërisë, ku kostot e prodhimit dhe për rrjedhoi dhe çmimi është më i ulët se sa në Divjak. Situata pritet të rëndohet edhe më tej në ditët në vijim, pasi në treg kanë nisur të dalin edhe prodhimet e para të imshtës dhe tërbufit, që së bashku kultivojnë mbi 500 hektar shalqi. Në këto kushte, mijëra ton prodhim mbetet ende në fushat e Divjakës në pritje të blerësve. Ndërsa jetojmë në epokën e inteligjencës artificiale, një samit biznesi ka marrë përsipër të shohë zgjidhje konkrete për fushat të ndryshme biznesi në raport me inteligjencën artificiale. Shoqata e biznesit grek në Shqipëri ka mbajtur në Tiranë një samit biznesi mbi inteligjencën artificiale në praktik, me pjesëmarrës nga fusha të ndryshme. Në samit u diskutuan mbi sfidat dhe nevojat që paraqiten në këtë kontekst. Këtë vit, bashkë me bashkëpunëtorët tonë, kompania Accenture, vim me raste konkrete, me case study konkrete, duke zgjedhur disa sektor, si janë sektori bankar, si janë edhe sektorët e tjerë, si është telekomunikacioni, po edhe sektorët e cilat kanë një interes horizontale, si është human resource, burimet njerëzore. Ne, si shoqata e biznesit grek në Shqipëri, e kemi si mision për ta krijuar këtë platformë, sepse nisëm si një ide thjesht, por me shumë perspektiva, për të ndihmuar biznesin edhe për të krijuar një platformë të cilët do jetë sipërmarrja, akademia, teknologjia dhe institucion bazë. Qëllimi i këtij samiti është të shohë si teknologjitë moderne, të ndërthurura me kreativitetin njerëzor, mund të ndikojnë shoqërinë, duke sjellë zgjidhje dhe zhvillim të qëndrueshëm. Ne duam të jemi të parët në inteligjencën artificiale në Shqipëri, në sistemin bankar. Inteligjenca artificiale e ka transformuar tashmë mënyrën se si klientët pyesin dhe po e transformon bankën brenda, po rrisim me aftësitë dhe po bëjmë trajnime për ta mësuar pa e pasur frikë, duke parë që i shton vlerë punës sonë. Jetojmë në kora interesante. Inteligjenca artificiale është një teknologji që ndikon në të gjithë produktivitetin e ekonomisë, në të gjitha vendet, jo në dekada, por në vite. Ndaj ky samit merret me këtë pyetje: si e shohim inteligjencën artificiale të aplikuar në praktik me shembuj jetësor dhe zgjidhje konkrete. Shoqata e biznesit grek në Shqipëri është themeluar në tetor të vitit 2003, me mision për të forcuar lidhjet investuese dhe për të promovuar partneritetet e biznesit ndërmjet dy vendeve. Venezuela është goditur nga disa tërmete të njëpasnjëshme 7.2 dhe 7.5 Richter, duke vrarë në vend të paktën 164 persona dhe plagosur rreth 700 të tjerë. Shërbimi gjeologjik i Shtetet e Bashkuara të Amerikës parashikon se numri i viktimave mund të kalojë në shifra alarmante. Shumë njerëz ishin në shtëpi kur tërmetet goditën në orën 18:04 minuta, sipas orës lokale. Shkon në 164 numri personave që humbën jetën si pasojë të tërmeteve të fuqishme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 Richter në Venezuelë, ndërsa qindra të tjerë rezultojnë të plagosur. Shërbimi gjeologjik i SBA-s më parë llogariti një shans prej 44%
për më shumë se 10.000 viktima dhe një shans për 30% për më shumë se 100.000 viktima. Ekipet e shpëtimit në kryeqytet po kërkojnë në përrënoja për të mbijetuar dhe njerëzit janë dëgjuar duke kërkuar ndihmë. Shumë ndërtesa u shemben me njëherë gjatë lëkundjes. Disa banesa janë pa energji elektrike dhe sistemi metros është plotësisht i mbyllur. Tërmetet të cilat kishin magnitud 7.2 dhe 7.5 goditën një zonë në perëndim të kryeqytetit Caracas dhe mund të ndiheshin deri në Bogota të Kolumbis. Venezuela po festonte një festë kombëtare dhe shumë njerëz ishin në shtëpi kur tërmetet goditën në orën 18:04 minuta sipas kohës lokale. Presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, falenderoi presidentin amerikan Donald Trump në një postim në rrjetet sociale duke thënë se shefi i shtëpisë së bardhë ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet venezueliane. Sekretari i shtetit Marco Rubio bëri të ditur se SBA po dislokonte menjëherë ekipe kërkim shpëtimi, burime mjekësore dhe ndihmë humanitare në Venezuelë. Përmes një postimi në X, Rubio thotë se zemrat tona janë me të gjithë ata që kanë humbur të dashurit, të plagosurit dhe punojnë si të guximshëm të shpëtimit që punojnë pa u lodhur pas ngjarjes.